Sapo mësova për një zgjidhje që mbron liçenin e Komanit dhe Fierzës nga ndotja, dhe e bukura është se ajo vjen nga disa të rinj plot talent. Ky projekt inovativ është krijuar nga një ekip nga Tropoja në kuadër të hackathonit Sfida, organizuar nga Vodafone Foundation si pjesë e programit Skills Upload Junior. Sistemi që ne kemi ndërtuar ka disa sensor të cilët zbulojnë praninë e mbetjeve dhe drejtojnë zhvendosjen e tyre drejt një landfilli. Pajisjet e mikrobitit janë koduar që të komunikojnë me sinjale radio mes tyre. Por ky nuk ishte fundi i rrugtimit të tyre. Pas suksesit në Shqipëri, ekipi udhtoi drejt Rumanisë për të marrë pjesë në Foundation European Showcase, ku prezantuan idenë e tyre përballë ekipeve më të mira nga e gjithë Europa. Ishte një eksperiencë unike që të prezantonin projektin tonë në një event ndërkombëtar. Patëm mundësinë që të shkëmbenjen ide me ekipe nga gjithë Europa të shihnin se sa e fuqishme është teknologjia kur përdoret në të mirë të komunitetit. Ja se si Vodafone Foundation po krijon mundësi të jashtëzakonshme për të rinj shqiptar me aftësi digjitale, duke u dhënë atyre hapësirë për të zhvilluar idetë e tyre dhe për të ndikuar pozitivisht në komunitet. Imagjinoni sa shumë mund të arrijmë kur teknologjia dhe kreativiteti bëhen bashkë.